Jeshile. Jeshile për furosemid, që do të thot jeni duke e marrë sakt, është rasti kur ju po e merrni eksaktësisht siç është përshkruar nga mjeku dhe këshilluar nga farmacisti. Furosemid këshillohet të merret 1 deri në 2 herë në ditë. Doza e parë herët në mëngjes dhe doza e dytë kur është e nevojshme para orës 14:00. Kjo për të shmangur sa tjetë e mundur efektin e fortë nxitës të urinimit gjatë orëve të gjumit. Furosemid rekomandohet të merret larg ushqimit, 1/2 ore para ose 2 orë mbas tij. Jeshile për furosemid është rasti kur ju po monitoroni rregullisht vlerat e tensionit të gjakut. Tensioni arterial nuk duhet të bijë poshtë vlerave 90/60. Jeshile për furosemid është rasti kur po bëni kujdesin e duhur për të parandaluar zbrazjen e plotë të kaliumit dhe mineraleve të tjera, duke konsumuar ushqime që përmbajnë kalium dhe mineralet e tjera, si patatja, domatja, banane, portokalle dhe lëngje frutash. Kjo është një shortës. Informacionin e plot e gjeni në playlist të kanalit YouTube Semafori i Barnave. Kanal dedikuar këshillimit dhe edukimit mjekësor për barnat. Jeni të mirëpritur. Mos harroni të bëni subscribe.